Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, si gjithmonë telefoni 045 620 601 ofron mundësinë për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimet qytetare. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Jo. Po. E bajthirë e njësë, ja i 10 vetë vinë të shohin si e të jonë, që bedet nuk vinë, e kanë hetë me të. Rinis. Po. Ma të nej shifë e lushtë që vjenë protesta tja po jo. Pra i bën e thirrje rinis që të vitë të çfarë të shikojë se si jeton ju. Vinë të shohin, si jeton blegtoria, si jeton bujqësia, po. Do të marrë me pomë, të ka thënë beso kontrollo. Si jetohet, na e thoni ju. E të vinë këto të shohin. Atëherë, lushin e kona atje për notë. Në dekat të protestë. Skur ka bërë protestat. Qartë dhe mendimi juaj jemi në hapësirë që i dedikohet të rësisht zërit të qytetarëve, vazhdojmë bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po ja, që këtë problem kemi është problemi ma shumë. Po punë e drejtë që këti kërënisë e Rama. Që ne shikojmë nga ju mediat. Po shumë para vitit që ndodhi një skandal i vogël që në Japoni. Lavdorejshën e kërëministë atje. Ishte kërëministë, Lavdorejshën. Ta që nevoja të tigin që masë e madhe popullore që ka datë prej 12 sa lurit, më falni, sa ditë u bërë të shmajet mëtë. 22 ditë. 22 ditë. Fare më bërë. Kjo thotë, Europë thotë, qyret që kur me qenë një Uganda, një kojën qatë shteta një nga Afrika, i duke të vetja me sjergi. Po i ku kjo, edhe nuk ka një qetë të qërë një vetëm kjërës. Qartë, pra duhet një reflektim ndryshet me ndonjë jo? Po, duhet reflektoj pra jetojnë me situatë, po ju a i nuk jeton në realitetin. Po, unë ju falenderoj që sini dhe ju këndvështrimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Jo. Urdhro. Në fjanë si qikë për këtë protestën, për këtë djegjen e flamurit Izraelit, të po një gjoja të... Jo djegjen, heqen, ulljen e flamurit, po. E pra që e dogjen e që bonë të një gjo. Jo, për të djegur nuk o dojq, po. Jo. Vetëm e hoqen, po. E hoqen. Mirë që ke bo, po një gjo. A i fraku nuk duhet fjasi për mislimanizëm frak qupi. S'flitet për mislimanizëm, për tjetë puna për mislimon, ne jena 3 qeregët mislimon këtu, edhe tjerët janë si që janë si aji, si frak qupi, po. Jo të uli mislimanizmin, janë mislimane, janë o zoti frak. Nuk e di, po nështë ka qenë spioni sigurimit qëtetit, që luën me këta gjajnë, po nuk luët me muslimon. Pa a Izraeli atje vrau 7.000 fëmi, zoti bashkim, 70.000 asojt muslimon, e i vika keq ati si u dëgjë, ose ra femori Izraelit, në vjen jashtë zëvërisht keq, jemi muslimon të gjithë, jemi trasharekët të gjithë, jemi muslimon, dhe na u kë frak qupi, një spioni sigurimi shtetit. Qartë, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Përgëzoj për pashëmirësitë të ditës. Urdhroni. Më bëni përshtypje te gazeta ma po ku thoshte vetra protestues kundra Ramës. Domethënë vetra, a qindra jo, po vetra. Që do të thotë që dhe gazetarë më keq thënë po. Jo profesionist as pak, po kundra opozitaristit. Dhe pro oligarkisë, qeverisë mafioze, banditet, korruptuar me gjithë shka. Ose çuditshme zoti bashkim. Pra me sa kuptojnë apeli juaj është për gazetarët që realiteti është dhe para syve të qytetarëve, gjithashtu. Patjetër, të dim realist. Unë përshirë diçka tjetër mund që të gjithë ata që mbrojnë në Tiranë, si ka mundësi. Unë vje keq për Bledi Klosin, që kam disi respekt për te. Edhe të mund mos ma shaj Tiranë. Unë duhet të këtë që të gjithë ata, pa përjashtim, nuk e kam nga inatës nga mlefi, po vetëm nga realiteti. Që marrën masë Ramën, janë si a i dhata. Edhe Spiropali që ka dhe tani, ku ishte deri tani Spiropali? Ki ka dhe shpagur qenë në mandatin e pare dhe Rama
që në mandatin e parë nuk do të merrte njëri mas socialistin desër. I me qenë qërë për të, po unë inkorrej për të susit që të jenë të bashkuar dhe të përpiqen me çdo kusht. Që kjo qeveri mafioze të bën tokë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minuta të tjera që kemi në dispozicion për zërat e qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Atëre presim dikë tjetër që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Alo, Zoti Bashkim? Po, flisni. Ulni zërin e televizorit që keni pranë dhe që t'ju dëgjojmë mirë. Alo? Flisni pra. Zoti Bashkim? Ulni zërin e televizorit që keni pranë, ju lutem. E ula, Në rregull. Zoti Bashkim? Po. Alo? Ju dëgjojmë pra, flisni. Zoti Bashkim bën shumë për shtypja e kosovarëve. Kur kosovarët i dhunuan, i përdhunuan sërbët, ne shqiptarët u hapën dyert, i mbrojtëm ata vinë në rrugët e Tiranës dhe bëjnë demonstrata. Edhe për maqedonësit e ka këtë punë. Faktorë shqiptarë rritë shumë në këto kushte, domethënë nuk i Greqisë, Serbisë, Maqedonisë, e të tjerëve nuk i leverdis kjo punë. Qartë. Dhe kjo është domethënë nuk e kuptoj pse shteti shqiptar nuk merr masa, që këta njerëz të arrestojmë, mos i lej të vinë vërdall në rrugët e qytetit tonë. Unë kam dalë në shesh aty edhe fitemi kanë dalë shesh dhe nuk kemi parë një shqiptar, nuk kemi parë mund të njohim një kushëri, një mik, një shok. Një minut pra, si nuk e parë një shqiptar vëlla. Por shqiptar nuk kam parë, nuk kam parë. Nuk kam parë nga një. Varet se në çfarë hapësire keni kërkuar shqiptar. Shqiptar janë ata, por nuk janë shqiptar të Shqipërisë më. Aha, e qartë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj ashtu siç e keni. Vazhdojmë me telefonatat e tjera. Urdhroni. Po Bashkimi mëngjesi. Mirëmëngjes. Dgjoj, do të dgjoj. Po. Jo pali, kur ulën në pozitë e griti gojën. Sa ishte në pozitë në Medi Rama nuk fliste asnjë fjalë. Kur ra në pozitë, u ngrit. Edhe kosovarët nuk kanë që punë të vinë këtu të protestojnë, kosovarët e maqedonësit. E s'ka një punë e Shqipëri fare ata. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj. Vazhdojmë të shfrytëzojmë në mënyrë intensive dhe këto pak minuta të tjera që kemi. Urdhroni. Mirëmëngjes, Zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Duke parë situatën tash më kujtohet për dorëheqjen e kanë fjalën. Po. No, dhe shtata. O kërkohesh atëherë dorëheqja Sali Berisës, kërkohesh me flakë, me zjarre, me gjithë e sa dha dorëheqjen. Biles në mars ai gjeti në kulmin e luftës, i gjeti 71 halabat, edhe u zgjodh president. Kështu atë mos i shkoj njëri në mendja parë, se mund të japin dorëheqje. Do të rritë atëherë, kjo mendimin. Pastaj kisha një diçka në gazetën Telegraf. Po. Pse nuk dalin kështu? Unë më them për shembull për juve, se për i tjetër, ose tradhtar, ose hajdut, ose kështu, por e duhen fakte. Të thot për Esat Toptanin, çfarë ka shitur ai Shqipërisë dhe çfarë ka tradhtuar. Esat Toptani ka qenë nga paria e Shqipërisë mesme, edhe nuk është cënuar si jo. Ai me sa di unë nga gjyshërit tanë, që janë autoktonë, domethënë, Tirana autoktonë edhe janë njerëz bashkëkohës të këtij. Ky nuk ka pranuar të bëhet Tirana kryeqytet, sepse e dinte përfundimin, siç kemi përfunduar tash, e dinte përfundimin. Edhe Abdir Husseini ka qenë vrasës më pagesë, a thonë televizor disa herë. E kanë thonë kompetent, jo unë, po nga televizori e kam në ju. Ai gazetën Telegraf thotë që ka qitur këtë dhe ka trashtuar këtë. Faleminderit Zoti Bashkim. Faleminderit ju që sillni dhe ju reagimin tuaj. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Se më mbyllë telefonin. Po e thatë mendimin tuaj apo jo? Jo, nuk e thashë mendimin. Sa për protestën, s'kam punë kosovarët maqedonësit. E thatë pra këtë, a e thatë një herë këtë gjë? Jo, nuk e thash. Po e thatë me motër, unë e dëgjova. Kakomen duhet të bëj pronat e pronarit dhe bravo i qoftë Kakomes. Qartë. Kurse ata ngrihen për kariget ata janë binte atyre mercenarëve të Veriut që dërgoi Sali Berisha për të vrarë Jugun. Ata janë pro-gri. E qartë. Vazhdojmë me telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes, Zoti Bashkim, edhe një javë të mbarë për gjithë popullin. Një javë të mbarë dhe për ju, urdhroni. Dhe një urim jap gjithë emigrantëve të Evropës që erdhen nga anë,
për të na ndihmuani për ta hequr këtë kryeministër të pandërgjeshëm, nuk di emër që t'i dhe. Hajdut pronat po i vjet, fëmijët pa shkollë po i le, spitalet janë si mos më pleqërisë, pensionistët po vdesin për ilaçe nuk marrin se s'kan pension. Nuk e dia e kupton ky apo jo që nuk e do populli. Nuk e kupton ky, nuk e do populli dhe pik mbaroj të bëj dorëheqje dhe ti sa më shpejt të liroj populli. Tjetra, pronat po i vjet, drejtësi nuk ka. Unë kam dalë disa herë që më kam vjetë provat Gjergj Luca ka hyrë dhe nuk merr mas e ka shok të ngushtë Edi Rama. Kush dhe ta futi Gjergj Luca mu në burg që mua po më mban peng pronat. E dyta, nxorin ligjin e paketave të madheve, kryeministri jonë, dhe si përfundimisht po mi berë kryetari bashkisë me Brisida Gjikondi, po ja jep kryetari bashkisë ma ligjin. Zilë të pëqia, po ja jep Brisida Gjikondi. Një familje sigurimi të shtetit që ka bërë Hasan Rusin dhe të tjerë. Pra, ka do bëj populli, më thuaj se zoti Bashkim, si do t'i zjedhin këto halën edhe? Si do t'i zjedhin? Nuk bëndoheqë, nuk do. Hiki që me Edi Rama se që mbush ku për mjaftë. Hik me nder. Do burë me 2 rë dhe hik me nder. Largoje Brisida Gjikondin edhe ratën e kolanezve. E di shumë që ta i kam bërë Hasan Rusë, ti e di shumë e Edi Rama. Qartë, mos të përsërisim gjërat. Faleminderit për mendimin tuaj. Jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes, urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni. Po, desha për flas për këtë kryeministrin. Po. Po tregohet shumë arrogant dhe shumë i pandeshëm. Shohim të fundit Flisni. Ka ta bëj pjesë në protestën e pastër. Kjo është një nga protestat më të pastër që kombi shqiptar në jetën, që nga 1930. I them kryeministrit të japi dorëheqje sa më parë. Nuk ka çfarë të bëjë. Nuk ka lënë poshtërsi pa i bërë këtij kombin. Me rëmbime pronash, me shkatrimin e pizzesesh, me shitjen e detit, me shkatrimin e portit Durrësit. Ka la projekte të vjedhit të shkatrojnë banesat e qytetarëve të Durrësit ja urrëmbej në mënyrë arrogante, në mënyrë të papërgjegjshme. Ne i shohim se si ngrihen qytetarët, shohim zonën e Rjollit, shohim komplet Shqipërinë që janë ngritur shqiptarët që po i urrëmbejnë pronat. Tash çka kërkon më ky kryeministër? Shohim që edhe te Partia Socialiste nuk ka zë fare më zotit. As në kohën e Enver Hoxhës s'ka po vaki. Edhe Enver Hoxha që ishte diktator, kishte zëra kundër më. Puri fjalës aqë dhe plumbin, por të paktën ja thonin të vërtetën sy. Te Partia Socialiste ndihet njëri fare, se kur janë të vdekur gjithë ata deputet aty. Është një turp edhe për ata. Se nesër pasese ja iku kryeministër. Ku do vjen ato? Kan familje ato, kan personalitet, kan dinjitet, që rrinë e flejnë gjumë. Ore shofi se qa po bën kjo kryeministër. Ore nuk ka lënë poshtërsi pa po. Qartë, unë falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj ashtu siç e keni. Ishte dhe telefonuesi i fundit për ditën e sotme. Ne do të takohemi sërish në ditët në vijim dhe do të vazhdojmë këto bisedat tona siç i kemi bërë prej 29 vjetësh, në mënyrë të hapur, të drejtë për drejtë, me këndvështrimet e qytetarëve dhe duke krijuar një lloj forumi në këto mëngjeset tona të përbashkëta. Përfunduam edhe sot emisionin për të takuar sërish nesër. Mirupafshim.